Pas gjobës dhe masave disiplinore që FIFA i vendosi Federatës Shqiptare të Futbollit për sjelljen diskriminuese të disa tifozëve shqiptar në ndeshjen kualifikuese për Botrorin 2026 ndaj Andorrës në arenën kombëtare, FSHF-ja ka zhvilluar negociata intensive me qeverinë e futbollit për mënyrën e zbatimit të vendimit dhe lehtësimin e masave në stadium. Ekskluzivisht, burimet të Panorama Sport konfirmojnë se FIFA i ka dhënë dritën jeshile FSHF-s për të vendosur përsëri tifozë në tribunat pasporte për ndeshjen e madhe Shqipëri-Serbi më 7 qershor. Kjo pas përgatitjes së një plani të përmirësuar kundër diskriminimit dhe angazhimit të FSHF-s për të parandaluar çdo sjellje të papranueshme. Sipas marrëveshjes, tribunat që ishin parashikuar për mbrëmje 20% do të mbushen me një përzierje të grupeve të komunitetit dhe organizatorëve kundër diskriminimit, si dhe tifozëve tradicional shqiptar, duke siguruar një ambient ku mbështetja përkombëtare shoqërohet me mesazhe të forta kundër diskriminimit. FSHF-ja u ka bërë apel tifozëve që të tregojnë përgjegjësi dhe respekt në sjelljen e tyre gjatë ndeshjes ndaj Serbisë, për të shmangur ndëshkime të mëtejshme dhe për të ndihmuar në krijimin e një atmosfere pozitive dhe të sigurt në stadium. Ndeshja Shqipëri-Serbi më 7 qershor pritet të jetë një test i rëndësishëm jo vetëm për futbollistët, por edhe për tifozët dhe federatët, në drejtim të promovimit të sportivitetit dhe bashkëtesës përballë sfidave sociale. Me marrjen e këtij vendimi, mbrëmjen e së shtunës tjetër do të kemi një stadium të mbushur plot.